Përshëndetje nga doktor Skënderi, Qerqis Lusho Qeço Kanina edhe Piro, sigurisht. Ne jemi drejt Prishtinës, me rastin e 10 vjetorit shpalljes së pavarësisë Kosovës, me ftesë të doktor Bastriut, kolegut të Skënderit, drejtori urgjencave të Republikës Kosovës, dhe doja ta përshëndesja doktor Bastriun për ftesën dhe për surprizën e veçantë, me disa vargje këngët e Ismail Qemalit. Cili je ti more burrë që na flet me gjubil bili, unë jam Ismail Qemali, erdhi koha të më njini. Cili je ti more burrë që na flet me gjubil bili, unë jam Ismail Qemali, erdhi koha të më njini. Dhe tani për të përshëndetur gjithë popullin e Kosovës, në emër të 3 kaninjotëve dhe trojet shqiptare. Doktor, po. Unë do të këndoj dhe disa vargje për luftëtarët e Kosovës, për të përshëndetur gjithë kombin e Kosovës dhe gjithë kombin shqiptar. Sidomos 10 vjetorin e shpalljes pavarësisë. Sidomos si çdo doktori, me rastin e 10 vjetorit të shpalljes pavarësisë. U bëft qindra e mira vjet Kosova jon, e lirë. Dhe bashkë me Shqipërinë. Moj Kosovë tu falti mani, bite tu sokola mali, trimasi adem jashari, su tundën nga istikami. Moj Kosovë tu falti mani, bite tu sokola mali, trimasi adem jashari, su tundën nga istikami. Ju na falë të gjaku, na solë të lirin, jeni deri komit, ju bëtë historin, prandaj për mendore, lartu ngritë mëne, lule lule more trima, qëratë për atë dhe. Kështu, kjo këngë ishte pavarësisht nga interpretimi, por u këndua me zemër dhe me shpirt nga 3 kaninjotët për të përshëndetur Kosovën tonë martire. Mirë të gjeshim. Mirë të gjeshim Kosova jon.